Okej, por raketat, rrezja e veprimit të tyre, raketat kineze, deri ku e kanë rrezën e veprimit dhe sa e kemi në aftësinë mbrojtëse? Kosova, Shqipëria, por edhe Kroacia që është më përpara nesh në Ballkan për sa i përket mbrojtjes. Unë kishëm shkuar pak më thellë me elaboru këtë çështje e para, që me përfundimin e luftës në Kosovë me bombardimet e NATO-s që janë bërë gjatë vitit 1999, pranverën e vitit 1999. Kjo ka qenë një vendim shumë i drejtë i bashkësisë ndërkombëtare i NATO-s me nënkrye SHBA-t. Mirë, po ka qenë një veprim i përgjysmuar, ka qenë një veprim i mangët. Pse? Sepse Serbia ishte që kishte shkaktuar 4 lufta në ish territorin e Federatës Jugoslave, ndërsa 2 i kishte bërë me gjenocid, e kishte bërë në Bosnia dhe në Kosovë. Dhe faktori ndërkombëtar nuk ndërmori masa që të bëj denazifikimin e shtetit kriminal të Serbisë. Dhe mungesa e kësaj mase hakmerret sot në politikën evropiane edhe sidomos për neve fshinjet në Ballkan. Serbia si shtet që ka shkaktuar gjenocid nuk e ka marrë ndëshkimin e merituar dhe mu për këtë edhe sot asaj dite edhe mrena teritorit të Serbisë, mrena luftës politike mes partive politike në Serbi dhe vetë qytetarët të Serbisë jetojnë dhe përjetojnë një regjim autokratik të Miloševićit, të Vučićit. Dhe tash kemi një situatë kur Evropa boni një politik duke përkthejë Serbinë, më shpreh se ajo nuk do të mbështetet te Rusia dhe te Kina, dhe kështu lujti blofin në Serbia për 26 vjet dhe këta me qëllim e besuan perëndimor këtë punë. Dhe është mirë, është shumë mirë që Serbia del hapur dhe bën një propagandë tillë se i duhet për çështjen një shteti genocidal që i ka sulmuar të tjerët, tash merret me forcimin e vet, me pajisje me armatim më modern për të mbrojtur kinse prej këtyre shteteve fshinje. Kjo është një përgatitje për luftë dhe veprimet tregojnë sikur në kinema kur shohim ne filmat se regjisori kur ta qet një armë duhet ta din shikuesi se pak më vonë ajo dikun do të përdoret brenda skenarit të filmit, se nuk del rastisht arma në një minutor të caktuar. Njëjtë edhe Serbia. Dhe tash, cilët duhet jenë mosat tona, a duhet jemi shqetësuar. Të shqetësuar duhet jemi në fushën e sigurisë. Sigurisë se po. Duhet jetë shqetësuar Kosova, duhet jetë shqetësuar Shqipëria, duhet jetë shqetësuar edhe Slovenia, edhe Kroacia. Të gjithë këta që kanë pas lufta dhe përplasje me Serbinë duhet të jenë të shqetësuar. Dhe kjo duhet të hapë syt këtyne vendeve, qeverive të këtyne vendeve, dhe që të marrin kundër mosat. Kundër mosa, por në kodër të kombit shqiptar i takon Shqipërisë, sepse Shqipëria i ka mundësit që të blej armatim dhe të furnizohet me armatimin që është kompatibil me armatimin që ka Serbia. Nëse ajo ka blej raketa hipersonike, duhet t'i gjej edhe Shqipëria. Ku të mundet, duhet t'i gjej me patjetër raketat hipersonike. Nëse një e blen për vetit, dytën duhet t'a blej për Kosovën. Kjo është veprimi drejt, kjo është ajo strategjia drejt kombëtare, nuk ka tjetër strategji. Njëjtë duhet t'a bëj edhe Kroacia. Sepse na e shohim se tashmo artilleria me gjutjet largët nuk hynë në përdorim. Shohim se edhe avionat nuk janë as të përdorshëm luftat e fundit. Janë dronët dhe raketat me rrezet e gjatë veprimit. Do të thotë lufta në mes të shteteve ka kalu në këtë fushë. Ke raketa, je i sigurt, ke dron, ke mbrojtje efikase. Prandaj edhe Kosova shumë më shumë në këtë drejtim. Unë po them se Shqipëria i ka fuqit më të mëdha, ka buxhet më të madh, por kjo nuk e liron edhe Kosovën që ndërmarr mosa në këtë drejtim. Ne duhet të rregullojmë raportet e mira me aleatët tanë dhe me fqinjet tanë të cilët kanë njëjtin shqetësim prej Serbisë. Dhe Serbia e din se me gjithë fqinjet dhe me aleatët tonë nuk ja qet edhe çfarë do raketa që të ketë. Por ju e thatë edhe pak më lart,
SBA-ja, NATO dhe SBA-ja këtu, domethënë nuk është se po vazhdojnë pa e përkëdhelin, sepse jo vetëm raketa nga Kina, dron nga Irani, përveç armatimeve nga Rusia, pra Serbia me të tre këta armiq të NATO-s dhe të BE-s fliton hapur edhe më shumë se flirt. Ndërkohë që po vazhdon t'i mbaj dy karrige dhe më shumë, ju thatë pak më lart që Shqipëria duhet përgjigje duke bler raketa, por ndërkohë që deri tani përgjigja e vetme ka qenë një editorial me Vučićin, një gazetë gjermane. Pra, ata me armë, ne me laps, me paqen.